nuk kam pasur rast që të përfshihem me liderët ose me udhëheqësit e Kosovës. Megjithatë, do them që duke u thyer përsëri 1998-s, mund të them tani që kam pasur mundësi që të takohem me zotin Rugova në rezidencën e ambasadorit amerikan. Pra, kjo ka qenë biseda ose takimi im i parë që kam pasur me Ibrahim Rugova. Jam takuar në shtëpinë e ambasadorit amerikan. Jam takuar më pas me të në vitin 1998, në maj të 98-s, për qenë më konkret. Pyetja. Të përfundojmë me formimin tuaj. Ju përmendët që u caktuat me detyrë në Poloni në vitin 2000. Pas detyrës tuaj në Poloni në vitin 2000, a mund ta thoni se çfarë detyrash tjera keni kryer në karrierën tuaj? Përgjigje. Pas Polonisë, pra jam larguar nga Polonia në vitin 2004. Dhe në atë kohë më pas kam shkuar në Kore si ambasador i Shtetit Bashkuar në Kore. Aty kisha qenë edhe më përpara, sikur sa e përmenda në fillim fare të prezantimit tim, do të thënë kisha shërbyer në Kore në vitin 1985 deri në 1988 dhe mbas Varshavës, mbas Polonisë, shkova në Kore në vitin 2004. Më pas, shkretare e shtetit, Condoleezza Rice, më kërkoi që të përfundoja detyrën time në Kore dhe të bëhesha zëvendës sekretari i shtetit për Azinë, që ishte kjo një detyrë e cila filloi në pranverën e vitit 2005. Ajo më kërkoi që të merrja përsipër detyrën e drejtimit të delegacionit amerikan në bisedat me koreanët e veriut, detyrë të cilën unë kreva për 4 vite, nga viti 2005 deri në vitin 2009. Në vitin 2009, administrata e presidentit Obama, që erdhi në detyrë, më kërkoi që të shkoja në Bagdad dhe të bëhesha ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Irak, gjë cilën unë pranova dhe si rezultat shkova dhe shërbeva si ambasador atje në vitin 2009. Unë u pensionova nga shërbimi i huaj i Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 dhe u ktheva në akademi, në botën akademike. Dhe më pas u ktheva përsëri në shërbimin e huaj të Shteteve të Bashkuara në vitin 2022 si ambasador i Shtetit Bashkuar në Serbi. E kam mbajtur këtë post deri në këtë vit, domethënë deri në janar të këtij viti, pra deri në janar të vitit 2025.